Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ahlih. Gjithë lavdërimet dhe falinderimet përkasin vetëm Allahu madhëruar, ai që është vetëm pa shok. Paqja dhe bekimet Allahu madhëruar qofshin mbi profetin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vlezër, kur kemi bërë mblidhje për umra, kanë ardhur disa pyetje edhe jemi duke përgjigjur këtu për njerëzit që ka dëshira ta dinë më tepër për umra, edhe ato njerëzit që duan të me vonë vinë për umra, inshallah të kenë informacion për këtë gjë. Një pyetje që bëhet shumë herë, edhe zakonisht bën çdo hoxha që bën umra me grupin, veçanërisht imam i nderuar, imam Maril Durasi, imam i Laknës. Ai ma kishte bërë edhe kërkesë për të bën një video, por nuk gjeta koha, tani jam duke gjetur koha, edhe ja të japim përgjigje. Pyetja ishte që është lejuar për një umraxhi që ka ardhur nga jashta Makkatul Mukarrama. Veçanërisht që ne jemi huaj, që bëjmë shumë umra, ose 1, 2, 3 umra nga Tan'im. Tan'im është Masjid Aisha, ose është Makanul Hil, vlezër. Duhet dim, unë jam duke folur veçanërisht për hoxhallar, që Makka ka 3 kufi nga ana sharia, nga ana fe Allahu madhruar. Një Makka quhet Haram, edhe të kufiri Haram janë saktuar nga Adam alayhis salam, nga Allahu xhalleshanu pa dyshim, pastaj Adam alayhis salam, pastaj ka bërë rinovimi ose rifreskimi Ibrahim alayhis salatu wassalam, dhe pastaj dërguari ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe ato janë hududul haram, janë famshëm. Nuk lejohet për asnjë personi bërja, gjujtia, shkollja, pemat e haram në mesat e kufi. Edhe pse është me ihram apo po ihram, ose vrasja, edhe pse është armiku babait ton, prap nuk lejohet. Nuk qytet haram. Allahu xhaleshan, ose trembim, kafshat haram, ose shpendet haram, ato gjitha ndalesa për herë, edhe pse jemi në ihram ose nuk jemi në ihram. Kufiri dytë është hil, sa po mbaron kufiri të haram quhet hil, do të thënë gjëra që është lejuar. Aty lejohet gjytia, ose lejohet ta kapim kafshat, ose shkollim pemat. Pemat që janë të ndalë vetë, kjo është kuptimi edhe në haram. Mirë vëllezër, atëherë kjo është hil. Edhe kufiri tretë quhet al-miqat. Miqat janë për njerëzit që vinë nga jashtë shteti i Arabisë Saudite, ose nga jashtë Makka, nga jashtë kufiri hil, janë duke ardhur, për ato nuk lejohet të shkelin, nëse janë duke ardhur me niyeti Kaaba, me niyeti vizite shtëpi Allahu xhalleshanu. Nuk lejohet të shkelim këtë kufiri pa ihram, pa bërje niyeti ihram. Kjo quhet miqat. Edhe zakonisht që vinë njerëzit nga Medina, është miqat Dhul Hulefa, ku quhet sot Abjare Ali. Edhe nga atje bëjmë niyeti ihramit. Ashtu çdo për njerëzit Irak është Dhatul Irq, për njerëzit Shami është Juhfa, ashtu Yalamlam, Dhatu Qarn, atë janë 5 emrat miqatit. Mirë. Tani, ne që kemi ardhur me miqat, kemi bërë niyeti talbia e ihramit, edhe pastaj ne erdhëm në Makka, edhe kemi bërë tawafi, edhe bëruam umra. Është lejuar të bëjmë prap umra apo jo? Atëherë, unë jam duke treguar ty këtu, tani dëgjojmë një herë, që në koha Profet sallallahu alaihi wasallam, shokët Profet sallallahu alaihi wasallam, asnjë nuk kanë bërë shumë umra në një ustim. Me rial është në një ustim vetëm një umra. Edhe prandaj është vetë dërgu Allahu xhaleshanu që ka qëndruar afërsisht 19 ditë në Mekka për shlidhje me Mekka. Një umra ka bërë nga Gjirana duke i kthehur nga Taif. Edhe shokët Profet sallallahu alaihi wasallam vetëm një umra në një ustim ka bërë. Ibnul Qayyim rahimahullah shkron në Zadul Ma'ad,
Edhe dërguar Allahu xhalle shanu ashtu edhe shokët Profetit alayhis salam mirë. Tani ajo umra që ka bërë Aisha radhiyallahu anha ne dim që ajo ka hyrë me ihram me miqat, edhe ka hyrë me niyeti Profet sallallahu alaihi wasallam. Dërguar Allahu xhalle shanu ka hyrë me niyeti qiran. Por pastaj për shokët ti ka thënë ju bëni tamattu. Edhe gjitha shokët Profetit alayhis salam kanë bërë tamattu. Tamattu është kuptimi që ne kemi ardhur me ihrami haj, e pari kemi bërë umra, kemi liruar veten, edhe pastaj kemi veshur prapë ihramin hajit. Kjo quhet tamattu. Gjithë shokët Profetit sallam kanë bërë. Edhe gratë Profetit alayhis salam gjitha kanë bërë përveç Aisha radhiyallahu anha. Pse Aisha radhiyallahu anha sa hyri në Makka ka ardhur zakon hez. Edhe nga që ka ardhur hezi ajo nuk ka bërë dot umra. Edhe ka bërë vetëm haji ifrad pa umra. Tani ka ardhur koha për të i kthehur prapë në Madina, edhe padyshim si ne diskutojmë njëri me tjetrin, ashtu edhe shoqet ose gratë Profetit alayhis salam kanë diskutuar njëri me tjetrin, edhe në diskutimi ka dalë që çife ne kemi bërë edhe haj edhe umra, kurse ti vetëm umra haj bërë, umra nuk ka bërë, domethënë ke marr pak sevap. Edhe besimtari që ka dëshira për të bërë ka fituar sevabi, ai sa më shumë dëshira ka të fiton sevabi. Edhe Aisha radhiyallahu anha ka ankuar para dërguar Allahu xhalle shanu këtë gjë. Atëherë dërguar Allahu xhalle shanu nga që kishte hyrë Aisha radhiyallahu anha me ihram me niyeti umra. Edhe pastaj haj nuk bëri dot nga shkaku që ka ardhur hez. Dërguar Allahu xhalle shanu ka thënë Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallahu anhu, vllai Aisha radhiyallahu anha që shko bashkë me motrën tën deri në Hil ku është sot Masjid Aisha, Tan'im vendi. Atje ka shkuar, edhe ka ardhur me ihram, edhe ka bërë umra. Kush? Aisha radhiyallahu anha. Çudia është që atje nuk tregoj që Abdurrahman ibn Abu Bakr radhiyallahu anhu vet ka bërë. Ai është me motrën e vet, po ai ka bërë pra umra apo jo, nuk është treguar, është heshtur hadithi Profetit sallam. Edhe deri sa është heshtur kuptimi është që nuk ka bërë ai. Ka bërë vetëm Aisha radhiyallahu anha, edhe dërguar Allahu xhallahu anhu ka dërguar Abdurrahman ibn Abi Bakr vetëm për të shoqëruar bashkë me motrën e vet. Nga këtu kuptohet që kjo umra është bërë nga shkaku. Prap dietar të ummat Profetit alayhis salam lejojnë për njerëzit që kanë dëshirë të shkojnë nga Makka edhe bëjnë umra, që le të shkojnë tek Xhamia Aisha edhe bëjnë umra edhe fitojnë sevabi umra. Por shariati, qëllimi i shariat është që nani udhtimin e umra do të bëjmë. Pastaj do të bëjmë tawaf edhe kemi më shumë sevap. Kurse dërguar Allahu xhalle shanu ka bërë vet kur ka ardhur në Makka, për lidhimi Makka ka hyrë pa ihram, se ishte gjendje luftë. Pas barimi luftës dërguar Allahu xhalle shanu duke ardhur nga Taif, Jirana ku është një hil, gatia ka bërë, me ihram ka ardhur edhe ka bërë. Prandaj ai është udhëtimi më i gjatë. Nëse një njeri ka dëshirë të bën umra, më i mirë është nga në krahasimi Masjid Tan'im ose Masjid Aisha radhiyallahu anha, më i mirë është të bërë nga Jirana, pse Jirana është udhëtimi më i gjatë në krahasimi Tan'imi. Kjo ishte që kishin për të shpjeguar nga pyetja që kishte bërë Hoxha Imam Amarid. Edhe ne kemi këtu hadithet Profetit sallallahu alaihi wasallam. Një pyetje tjetër është vëllezër që njerëzit kur drejtojnë gurizi, pas drejtimi gurizi herë e parë, se çdo njeri nuk ka mundësi për të prekur, pas drejtimi bismillahi Allahu akbar, a duhet puth dorë apo jo? Edhe unë kam dëgjuar në grup dikush ka thënë është bidat. Vëllezër nuk është bidat, kjo është sunneti Profetit sallallahu alaihi wasallam. Ja këtu kemi hadith النافع قال رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده. Nafi thot kam parë Ibn Umar radhiyallahu anhuma që ka bërë istilami gurizi, thumma qabbala yadahu, pastaj ka puthur dorën e vet. وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. Nuk kam lënë një herë pa puthur dorën tim pas drejtimi Hajarul Aswad
duke po thënë pse kam parë dërgulllahu xhallahu xhaleshanu. Kush transmeton Imam Muslim rahimahullah. Prandaj thënia bidat është gabim. Mirë, dytja është varawa Muslim an Abi Tufail qala ra'aytu Rasulullah Abu Tufail shoku Profet alayhis salam ai thot kam parë dërgulllahu xhallahu xhaleshanu duke bërë tawaf i Kaaba edhe ka bërë me skopin e vet istilam. Se skopi ishte në dorë dërgulllahu xhallahu xhaleshanu edhe pastaj ka puthur skopin ويقبل المحجن. Pse me skop kishte bërë? Edhe ka këtu kuptimi është që është lejuar